Qëllimi I këtij organizimit nga ana jeme bëhet si një detyrë jeme me centru demokracinë shqiptare e cila ka rshit për shtepërmit në vendin tonë. Demokracia shqiptare filloi mrapsht ç'është në fillim, sepse një popull kur është I hetshëm për liri dhe demokraci, I përngjet një shtektarit që shkon në për shkretin, ashtë të vdek etit dhe pin ujë në një brak. Kështu ndodhi edhe me ne. Nuk shikiume kush janë ata që çuna gishtat përpjet, nga vijnë dhe pse vijnë si përfaqësues demokracisë shqiptare. Mjerisht prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam kënë në të partë që e kam kundërshtu Berishën. Ma vonë, marrë një popull dhe shof se është kthy kundër këtij sistemit. Si mundem me thanë se një komunist flenë në darkë e qohët e nade demokrat? Si mundem me thanë se janë demokrat I biri Rustem Gjatës, përfaqësues I diktaturës që I ka pushkatu njerëz dhe dënuar dënime maksimale? Si mundem me thanë se Eduard Paloka është demokrat, kur ai rrjedh për një familjes komuniste, e si ai, kamaleon të kuq, kanë vesh petkun e demokracisë. Si mundem me thanë se është demokrat, ish presidenti, kur ai ngrin flamurin në demonstratët si me kanë dirigenti I një orkestër të shëroditun? Si mundem me thanë se demonstratë paqësore kur përdoren molotovet e gjanat paqësore? Si mundem me thanë janë demokratat që I djegun pasunin teme tonë në ti, se ata karika janë pagume prej popullit shqiptar. Ministria nuk ka pronë e Edi Ramës, asë Sali Berish, është pronë e popullit shqiptar, që do të djegun, e që do të shkatrojnë, jeni ju popull që e paguni, për në mos rinit heshtën para aspekteve që nuk I shërbejnë komit shqiptar. Janë plotësisht të përjashtuar. A muneni me mdiftu ju kush është në pushtet prej disidentëve sot? Asnjë. A muneni me më thanë ju se nuk I përjashtoi Berisha tonë që ishin të mordës dhe lekatotë e kompani tonë prej partisë ti? Sot ai I hetshëm për pushtet, thotë do në mi vlau shtresën tonë, po shtresa jonë, në kjo se ka dignitet, në kjo se ka respekt për vorët e humënë. Kur nuk duhet I shkojnë mrapa një kamaleonit komunist. Unë në 91 kam kanë për vizit zotare. Jam unu me I mlau disidentët, badhin kombëtar, legalitetin e blokun independent. Po nuk ja kam emrin. Nuk u bashkoshin në atë mënyrë. Kur nuk është bashkimi, rezultate është I dështuar. Unë negoj në televizora, përfaqësues të diasporës. Po nuk janë përfaqësuesit. Diasporë dhe për thonë me dhanë një kontribut. Në televizor mund të flasë të shodë dhe diftohem shenjë, por nuk ka në rezultat. Asë mos prit një rezultat nga shpërbamje e diasporës në pozicionin ku janë. Trajtimi më shëmtu që bëhet shtresës tonë ashtë. Unë këtu në gjep kam arkën e kursimit temen edhe të bavë që ka deken Borrell. Ka kalu afati, thojnë, edhe I ka nërpre, që ka borgj, të cili burë shtetit e person, thot, kalaj afati borgjit, I kanë hek prej kursimit,
dhe i kanë qu të refët të në bankë, me urdhën të kuj, me leje të kuj, pra më kanë grabit. Dhe me marë prej venit ku i kanë vunë, kja arë kursimit, dhe me përvecu, kanë dhanë letër me bledë bërgosën të kjo shtresë, por u grumodhune, se kush ka ble me këtë pare të vjalluna, të grabituna, në njërë qënërzore, e dina ta. E unë protestoj. Unë protestoj për vorët e humëna që thojni ka kalua fati, që mor ka lëna fati. Këtë gabime ka vun ligjë, Berisha dhe po pasën Rama. I lutem kryeministrit të arsytojnë se je përfaqësues për popullin shqiptar, nuk je për Partinë Socialiste vetëm. Populli shqiptar ka besu me kënë si një prini mirë për fëmijët e vetë. Prandaj, thirrjen e rgjedhjes, e në pi Zotit, atë që të ikon Zotit, e në pi popullit, që të ikon popullit.